A e dini sa gjunahi ne e bëjmë dhe harrojmë. Si i thati, sot e kemi bo. Rami e kena harru. Sabah e kena bo. Në mos flasim para 10 viteve, 20. Do me thonë, ne kemi bagasht gjunaheve. Po e lusim Allahun që me bujarin e ti, me mëshirën e ti të na falet në mëshiron. Wallahi kemi të bëjmë me një Zot bujar te bareke o teala, i cili siç thash, nuk i kushton kur gjatë na falen neve. Wallahi thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu, o robi im, nëse gjunahet tua arrin lartësitë e qejve, unë ti fali ato wala ubali. Respekt. Çto kena monal, lartësitë e qejve janë shumë të mëdha. Po, thot anan es-sema, nëse gjunahet tua kanë arrit lartësitë e qejve. Njëri hanë është qielli i parë. Po. Kjo çka e shohim. Neve na ka thonë lartësi. Ne mendojmë maksimumin, çka mund ta bën njeriu nga gjunahet. Maksimumin. Thot, nëse ti o robi im, ke kaq gjunahe, cilat kam rri lartësitë e qejve, thumë staghferteni dhe më pas më kërkove falje. O Allah, për çka të bëj falje? Për çka të lypi falje? O Allah, për to kodrat mëkateve, cilat i di e si di. Shumicën e nuk i dim. Apo? Ne zgjedhim një gjuna. Apo? E zgjedhim një gjuna të cilin na duket shumë i madh në syt tona dhe kërkojmë falje për këtë gjuna. Edhe kështu duhet të jetë. Mirë, po sa gjuna ne i shohim të vogla, po te Allahu janë të vogla. Apo? Ne themi o Allah, këto çka i dim na fal. Po edhe ato çka cilat janë shumë më shumë se sa që i dim, edhe ato na i fal. Allahu i tha pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, o robi, qofse gjunahet tua arrin lartësitë e qejve, dhe më pas më kërkove falje, unë të fali ty, wala ubali e asë që mbohet vonë. Po çka, ne a i mangësojmë Allahut nga sundimi i ti nëse Allahu na fal neve? Ne zvoglojmë kvadraturën e xhennetlive në xhennet nëse Allahu na fut neve në xhennet? Çka ndodh nëse Allahut ne i pendohemi? Përkundrazi, Allahu gëzohet te bareke o teala që ne ti pendohemi. Allahu don me gjithë këto gjuna, me gjithë këtë bagasht ma, don që ne ti kthehemi. Wallahi. Do me thonë sistemi shpesh se ti e i kyçet në rrjetet sociale. Sot do me thonë ne me këto rrjetet sociale është paraqitje edhe fenomeni i hyrjes në islam të disa influencerave në dynjë, po. Edhe analiza shumë ta bëhen pse çka është ajo që i shtyn këto influencera për me hyrë fenë Allahu te bareke o teala. Mirë, po një analizë anashkalot, për shkak se shumica analizave janë analiza nga këndvështrimi materialist. Tamam? Edhe normal, ai i cili punon me dru nuk mund me dhon metal. Ai t'jep dru, ai kupton. Analizën e bën nga këndvështrimi materialist, konkluzioni ka me kon materialist, i pastër. Mirë, po harrohet diçka. Edhe cilën mendoj se është një prej shkaqeve pse këta njerëz hyjnë fenë Allahu te bareke o teala, është sistemi i faljes dhe i shlyerjes që është në dinin Allahu te bareke o teala, që nuk është në asnjë fe tjetër. Qoftë fetë abrahamike si hebraizmi dhe krishterizmi, qoftë fetë tjera, nuk e kanë këtë sistem madhështor të njeriut i cili është gjunaqar. Pse? Se Allahu e merr njeriu si i tillë, si gjunaqar. Nuk don nga ne Allahu menaçe. Allahu don njerëz. Po da. Allahu thot, madje na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos ishit të tillë, Allahu ju kish marr, kish pru mes vend juve tjerë, po. Allahu na don të tillë, se kjo është thjesht është një njeri i cili lufton vazhdimisht me natyrën e tij, mos t'i bëj Allahu te bareke o teala gjina. E këto njerëz që sot e pranojnë dinin, unë mendoj është për shkak se shumë prej tyre kanë gjetë strehim në këtë sistem madhështor se si e pranon Allahu një njeri i cili ka bërë gjina Allahu te bareke o teala. Ne shohim njerëz cilët kanë qenë degeneruar, ku ta diun, kanë gjitha gjuna që mund njeriu t'i përmend, megjithatë ka tek ne musliman, si i penduar. A e pranojmë ne me kusht a pa kusht? Wallahi pa kusht. Kur Allahu e ka pranu pa kusht, kush jam unë? Ti kush zëja ti kusht? Allahu i ka thonë bujrum dinin Allahut. Thuaj la ilaha illallah dhe përqendron këtë rrugë, do të shpëtosh. E ne shpresojmë që ata të shpëtojnë. Nuk ka dikush që mund thosë ndalu pak ne i vendosim atë i kushte kët. Allahu te bareke o teala ka bë dinin e tij të lehtë, alhamdulillah.